Ka nisur në këtë formë në Shkodër zyrtarisht java aktiviteteve festive dedikuar festës së luleve, një aktivitet që sjell atmosferën pranverore, kreativitetin dhe gjallërinë në zemër të qytetit. Pedonalja dhe sheshet kryesore janë zbukuruar me ngjyra dhe lule të shumta që përbëjnë dekorin kryesor. Bizneset pjesëmarrëse vlerësuan këtë iniciativë si një mundësi e mirë për promovimin e punës së tyre, duke theksuar se interesi i qytetarëve shkodran, por dhe i turistëve ka qenë i lartë që në ditën e parë. Po shohim një bum shumë të madh të qytetarëve shkodran, po edhe turista të huaj edhe vendas. Aktivitetet e tilla duhet bëhen sa më shpesh, sa më shumë. Është diçka e mirë për një humor me xhibim. Ne bëjmë transporte jashtë qytetit, po ashtu edhe në qytetit për xhibim. Merrna me projektin e kopshteve, projekte të reja. Qytetarët shkodran kanë shumë qejf, gjelbrimin na kupton shumë qejf, është edhe vetë dita lules. Po ashtu duhet me edhe ne ta paraqesim në lulën tonë. Bëjmë gjithashtu edhe punime me LG, si shihni edhe punime me rroza të çantave. Në Alën i shohin, i pëlqejnë shumë punimet tona, faleminderit shumë për ty. Është shumë gjë e mirë për ne, duke që qytetarët na shohin edhe duke që janë biznes i ri edhe kanë interesin për mi po. Festa luleve do të vijojë përgjatë gjithë javës me një kalendar të pasur aktivitetesh për të gjitha grup moshat, duke kthyer Shkodrën në një pikë atraksioni për artin, argëtimin dhe atmosferën e gjallë në qytet.